Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkie në Selenic, Përparim Shametin dhe në Himar Lefteri Priftin. Basha u ndal tek situata e vështirë ekonomike që po kalon vendi, ku njerëzit janë nxjerrë në rrugë, bizneset janë mbyllur, fuqia blerëse ka rënë, taksat janë rritur, çmimet janë rritur, fitohet më pak e paguhet më shumë dhe jetohet edhe më keq. Dhe këtë e di mirë dyshja Rama Meta, të cilët duke parë se nuk i eci me premtim mashtrimet, kanë nisur të kërcënojnë qytetarët sepse duan të gjithë pushtetin për vete, e jo për qytetarët, nënvizoi Basha. Tani që e din që s'ja dalin dot me premtime, se populli u thot prap premtime, prap mashtrime, janë kthyer kërcënimeve. Po votuat për këta, nuk ka buk, nuk ka drita, nuk ka ujë, nuk ka lek. Këto 2 vjet që kishin edhe bashkinë, edhe qeverinë. A kishte punë? A kishte investime? A kishte kantiere të reja? A kishte zhvillim? A kishte subvencione? Këta edhe kur i kanë pasur të dyja pushtetet e kanë bërë po aq keq, madje edhe më keq. Siç më tha Jorgu i mençur në Himar, rilindja ka një parull: imja imja, jotja imja. Ndërkohë, qytetarët të cilët përjetojnë një nivel të lartë varfërie, madje jetojnë edhe më keq në njësi vendore të cilat qeverisen edhe nga të majtët, kanë denoncuar arrogancën e pushtetit, situatën e rëndë ekonomike dhe abuzimin që bëhet me ndihmën ekonomike dhe pagesat për personat me aftësi të kufizuar. Unë jam shefi Gjela dhe kam djalin me raport. Sot më shqeqo raporti. U thash komisionit mjeko ligjor, për çfarë arsye? S'dim gjë, kështu është rregulli. Si është rregulli të lutem? Po ja, hidhen gjyq. Unë të ardhurat zero, si të hedhin gjyq unë? Të ardhurat zero po them, jam 50 vjeç me 3 fëmijë. Vajzën e pata me shkollë, s'pata mundësi, do me thënë u bëra mëkatar i vajzës. Jam 58 vjeç, punëtor prej 15 vjetësh në minier. Na kanë nxjerrë ministri një pension 100 euro. Djali i shurdh me mec, janë ndërpren kempi. Jam i pas 3. Edhe grua në shkollë fshesa Xhove hoqën, me se dorroj, veti 5 me 100 euro. Dyshja Rama Meta, theksoi Basha, duan të shmangin llogarin para qytetarëve për premtimet e pambajtura për shëndetësinë falas, 300.000 vende të reja pune, legalizime falas, për uljen e çmimit të energjisë, karburantit dhe subvencionet, ndërkohë që qytetarëve janë prishur edhe shtëpitë të ndërtuara me djers. Pushtetarë si Koço Kokdhima vazhdojnë të lartësojnë sarajet e tyre. Premtoi vende pune dhe mbylli vende pune. Premtoi barazi para ligjit dhe i traton shqiptarët si të njerëz dhe Koçon si të nënës. Mbi 8.000 objekte janë rrafshuar. I kanë goditur në kundërshtim me ligjin, me dhunë policore. Sarajet e Koços lartësohen. 2 vjet përpara premtuan 300.000 vende të reja pune. Tani po mbushet 2 vjetëshi. Ku i kanë 150.000 vende pune? Papunësia është rritur me 7%.